vajza ime 16 vjeçare i kanë dëgju të thonë që ta kanë vra babën Pozharevc. Vajza ime me 16 vjet është hi në Shtrinjtë Qëllimtare të Kosovës dhe kur kam dalë nga burgu, në mërdare më kanë pritë të gjithë përveç saj. Bona fjalë me vllazërit e mi, thash qysh me leju me shku vajza jeme, në që kë ju të krejt tjertë me ndajt në deti. Mos t'i shakon burg, unë sot i shakon ose dëshmor, ose heroj. Kështu, jam jetë asandej as knej. Më kanë pa shumë njerëz në qytet, më kanë njoft krejt, edhe njoni prej gardianëve shqiptar, e ka lajmëru familjen teme që unë jam në Dubrav, i burgosën. Familja jeme nuk e ka prit bashlet, por e kanë ditë që një ditë kjo do të ndodhë. Do të me thonë edhe një gjatë që në burgun e Pozharevcit ka ardhur një avokat prej Ulçinit, edhe më ka thonë që unë muj me të nxjerr prej burgit, unë i kisha edhe 3 muj burg. Avokatet, edhe disa shqiptar, e kanë ditë shumë mirë që një pjesë e mirë të burgosërve janë marrë rob, pa vendime të gjykatës, dhe kanë ditë që këta njerëz e ka ditë edhe Serbia që s'mundet me i mbajtë. Për me përfitu disa njerëz, në bashkëpunim me avokatet sërb, i kanë zjerë prej ministrisë vendimet, edhe njerëzve ju kanë marrë. Ky avokati nga Ulçini tha, për 2.000 euro, 2.000 marka atëre, tha unë ti ta shkurtoj burgun për 3 muaj. Thash zotni, unë mas pari nuk i kom 2.000 marka, se nuk e di as ku e kom familjen. Ty të faleminderit, tha jo, tha nuk ka nevojë, tha se unë i kom marrë paret. Thash urdhna. Tha mu më ka dërgu Mehmet Bardhi, ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve në Malzi, miki imi, edhe ai më ka pagu, tha për më ardhur unë me kry këtë punë. Thash mos e kry këtë punë hiç, se thash unë i kry edhe këta 3 muaj. Kur e kom kry bisedën me avokatin, Miki Vidiqin e kom njoft shumë mirë, se ka qenë qytetari PES, e ka folë Shqipen ma mirë se unë, një banor i Kapeshnicës të famshme, ku Kapeshnica revolucionare, më ka thirrë edhe më ka tregu që tha, shpinë e ki kabriolet, kulla e vjetër është rëzu, familjen se di ku e ki. Që ka që më ka thonë, ma vonë fillun me ardhë dhe letrat, e kuptova që familjen e ngusht e kom në Shqipëri, në një fshat të Durrësit në Tilaj. Mirë po, na pejon të kemi një thanje, nëse se ki bishtin të gjesim. Familja jeme me qenë se ka qenë Durrës, normalisht i kanë dalë edhe në plazh, edhe vajza i me 16 vjeçare, i kanë dëgju të thonë që ta kanë vra babën Pozharevc. Vajza jeme me 16 vjet, është hi në Shtrinjtë Qëllimtare të Kosovës, me Atlantikun, dhe kur kam dalë nga burgu, në mërdare më kanë pritë të gjithë përveç saj. Isha i brëngosur se vajza me 16 vjet, po ka qenë e zhvillume, e bukur, i ka pas të natë mirat, kohë lufte, nuk disha çka me mendu për para.
Kur erdhëm të shtëpia se kërkova me mprit në bord të shtëpisë. Erdhë vajza edhe e kuptova prej bisedave. Unë i kom edhe 5 vllazën, i kom pas, njëri më ka vdek. Bona fjalë me vllaznit e mi, thash qysh me leju me shku vajza jeme, në që kjo ju të krejt tjertë me ndajt ndeti. Po kështu ishte jeta, kom bisedu me vajzën, në mlefin që ja kanë vra babën në burg, ajo ka desh me nxjerr hakun e vetë, edhe është rështu, ashtu sikur që do është edhe shumë tjerë më rështu. Deri në një periudhë kohore edhe mbas luftës, ka qenë antare e trupave të mbrojtjes të Kosovës. Mas andej ka vazhdu jetën e vetë, sot ka familje, kështu që vetë si ta shkruan Zoti se po e thëmë për veti në asnjë moment sa kom qëndruar në Požarevc, nuk e kom besu që do dalim gjallë nga burgu. Edhe kur kam dalë, në 4 korrik të vitit 2000, hera e fundit kur jom taku me Branko Komatinën të dyrë të burgut, baboni tha, duhesh më na thonë faleminderes se ta kem shpëtu jetën. Ashtu kur gjë s'keni bo veç, më keni marrë në qafë. Mos t'i shakon burg, unë sot i shakon ose dëshmor, ose heroj. Kështu, jam jetë as andej as knej. Tha, ma boni serbisht, tha, ty tha s'ka kush që të ndresh as burg, as kur gjo, ma shojti nonën. Unë isha i sigurt që kryqi kuq më pritke dhe nuk ishte mundësi mo a i mi kry procedurat e veta. Kështu që nga Požarevci për mërdare kum priti familja dhe shumë shokë.